Është fantastike që ju ka funksionuar 360 gradë raporti dhe për këtë dua t'japësh nga përvoja jote një aksion, kështu jete. Si funksionon kaq bukur kur njerëzit janë bashkë? Se shumë njerëz janë të ndarë duke qenë bashkë në shtëpi, por they just grow apart, pra rriten në rrugë të ndara nga njëri tjetri, edhe për shkak rrethanash, për shkak pasionesh, dhe kjo ndonjëherë ndan edhe në jetë, sepse jetët e tyre janë shumë ndryshe dhe nuk kanë një pikë të përbashkët ku takohen. Kjo juaja duket sikur është shumë perfekte, shumë ideale. Nuk është e vështirë Elketa në fakt, nuk është shumë e vështirë që të punosh bashkë, po do balancën e vet, do kohën e vet. E mira është që puna të mos merret në shtëpi. Pra hallet e punës mos të futen në shtëpi dhe të mbeten aty. Duke qenë se ky podcast quhet Inspire dhe shumë njerëz që mund të na dëgjojnë mund të inspirohen, unë do doja të përmend dy shprehje të një filozofi gjerman që i kam lexuar para pak ditësh. E para është suksesi nuk është çelësi i lumturisë. Lumturia është çelësi i suksesit. Dhe është shumë e vërtet. Njerëz që janë të përmbushur nga ana sentimentale, nga jeta, nga ata që nga ajo që po jetojnë, mendoj që janë më të prirur të jenë të suksesshëm në jetë dhe kjo vlen edhe për rastin tim. Pra jeta në çift, familja, të gjithë përmbushja që un kam më bëjnë që të kërkoj vetëm suksese. Dhe e dyta është lumturia shumë fishohet në rast se ti e përhap atë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.